Nesër është prova e madhe. Është dita e guximit, e revoltës, e zemërimit, e ngadhnimit qytetar mbi të keqen më të madhe që ka mbërthyer Shqipërinë, që ka pllakosur këtë vend nga ditët e zeza të diktaturës hoxhiste gjerë sot. Nesër, qytetarët, populli opozitar i bën gjyqin kryehajdutit të këtij kombi, i bën gjyqin kryeministrit të lidhur kokë e këmbë me vrasës, bandit, trafikant. I bën gjyqin antishqiptarit më të zi të kohrave, ka përzan nga ky vend në 10 vite 1.100.000 shqiptar vetëm në hapësirën europiane, pa llogaritur hapësira të tjera. Nesër i bën gjyqin një armiku tegër të lirive të shqiptare të votës tyre. Njeriu që qëndron në pushtet, duke përdor çdo mjet të paligjshëm duke shkelmuar kushtetutën. Por nesër është dita e gjykimit të popullit shqiptar për një organizatë kriminale që se ka sot asnjë vend tjetër në Europë. Dita e djeshme do të regjistrohet në muret e kohës si një nga ditët më të zeza të historisë së ligjit, kushtetutës, drejtësisë në këtë vend. Dje, para shqiptarve, seriali i hajdutëve dhe kryhajdutëve, Edi Rama, Niko Peleshi, Harambegaj, u paraqitën në paftyrësi të plot para prokurorëve që zbatonin ligjin në sallat e gjykatës fuqiste kushtetuese. U paraqitën për të kompletuar grushtin e tyre të shtetit. Kur në histori. Të këtij vendi as do një vendi tjetër. Nuk ka ndodhur që 3 drejtuesit më kryesor të rëndin në gjykatë kushtetuese kundër vendimit të një gjykate dhe prokurori për pezullimin e zëvendës kryeministrës të kapur në flagrancë me një seri aferash korruptive, vjedhjesh monstruoze. Nuk ka ndodhur. Nuk ka ditë më të turpshme. Për atë gjykatë, për këto institucione turpi, se dita e djeshme. Edi Rama, Niko Peleshi dhe Harambegaj vunë në rjesht pas lubis për të mbrojtur vjedhjet e saj vetëm për shkak të vjedhjeve të tyre të cilat janë në ato proporcione sa i bëjnë ata ta kenë të qartë se do kenë fatin e lubisë. Gjykata, në një vendim të turpshëm, të paimagjinueshëm, merr për një herë në kundërshtim me ligjin
pushtetin e gjykatës apelit dhe gjykatës lartë në shqyrtimin e masave të sigurisë. Në një kohë kur kushtetuta, ligji thotë se ajo këtë drejtë e ushtron vetëm pas këtyre gjykatave. Pas këtyre gjykatave. Por Irenat e gjykatës kushtetuese mëzë janë burrat aty sa gratë, janë tafta të shkelin çdo kod, çdo nen të kushtetutës, të shkrojnë kushtetutën për urdhër politik. Çfarë janë këta njerëz? Do pyes ju me të drejtë. Janë këta njerëz ignorant dhe analfabet? Jo, absolutisht. Unë në afër nuk njoh. Por jam i sigurt që ata njerëz shkolluar ka mundësi të jenë shkolluar dhe jashtë. Por si mundet që këta të sillen në këtë mënyrë? Ka vetëm një shkak. Këta e njerëz pa dinjtet njerëzor. Këta njerëz nuk kanë dinjtet njerëzor. Se në rast se minimum në dinjtetit do të kishin kur, s'do i lejonin vetës të shtrohen në avokate të një kriminelje që ka vjedh bashkë me Edi Ramën qindra, mos miliarda euro. Pa patur asnjë tagër ligjor. Përkundrazi, duke shkel ligj dhe kushtetut. Ndaj dhe ditë e djeshme faktoj dhe njëherë të dashur qytetarë dhe qytetare, se vetëmja shpresë e këtij vendi, e vetëmja shpresë e këtij kombi, e vetëmja shpresë e të rive dhe fëmijëve shqiptar jeni ju. Jemi në kilometrin e fundit. Me guxim dhe besim, të vendosur të bëjmë çdo gjë për përmbysjen e këtij regjimi. Nuk ka shok në botë. Tre institucionet bëhen mur korrupsioni, 4, edhe gjykata me ta. Institucionet më të larta të shtetit, të turpit, të kleptokracisë, të narkoshtetit, në të gjithë terminologjinë botërore, të formave të shtetit aktual të sotëm në Shqipëri për shtatet, më shumë se çdo tjetër shtet i kakistokracisë. Nga greqishtja, më i keqi. Greqishtja e lashtë, më i keqi. Dhe ky është më i keqi. Ndaj qytetar të bashkojmë forcat dhe të tregojmë vendin. Bota po u tregon vendin këtyre në mënyrën më të vendosur. Edi Rama, i cili tu në një ftesë që erdhi Shqipërisë, nuk e gëzoi dot. Nuk e gëzoi dot. Përkundrazi. Mos guxo. Nuk do të shoh surratin. Ky ishte mesazhi. Dhe vinte në parlament i shpërftyruar, e pat vetë ju qytetar, shifeni prap, se si qëndron të i shpërftyruar. Në një kohë kur mbledhi parlamentin, që kur të firmoste, të thoshte se parlamenti ratifikoi. Por, boja u tha në pendë. Mbeti si që është i pa dëshruar në Europë dhe në botë. Faleminderit.
Jo, sepse nuk ishte në Davos, Edi Rama dha atje në parlament faktin që ishte mes dy zgjedhjeve. Të shkonte në Davos apo të priste vajzën e Donald Trump në Tiranë dhe zgjodhi me porosi sipas tij do Donald Trump të takonte vajzën. Keni një koment për këtë deklaratë? Besoj se asnjëri në botë nuk mund të besojë një mashtrim të tillë. Nuk mund të besojë një mashtrim të tillë. Tani që unë të them këte, duhet të them që presidenti Amerikan përdor vizitën e vajzës për të shpëtuar prej tij. Mos ta ketë në zyrë, por kjo s'mund ndodh kurrë. Presidenti ka respektin më të madh për vajzën e tij dhe familjen e tij, dhe për Edi Ramën e kupton se është një ramaduro i vërtet dhe absolutisht një aferë biznesi nuk ka asnjë lidhje me aktin madhor të themelimit të Bordit të Paqes, ku Edi Rama band u ndalua në atë dhomë, në atë sallë historike, nuk mund t'ishte. Nuk mund t'ishte. E tregoja, e tha sinqerisht, 2-3 për këtyre tha nuk mund t'jenë. Nuk i honep s'dot. Dhe nga këta 2-3, njeri është Rama, tjetrin e gjejmë më vonë. Po. Zoti Berisha, protestën e 22 dhjetorit e quajtët si provë gjenerale për rrëzimin e qeverisë Edi Ramës. Protestën e nesërme, si do ta konsideroni? Do rrëzohet qeveria apo do të ketë një protestë të tretë, të katërt e mëtej për të rrëzuar qeverinë? Do të japim mësimin që meriton qeverisë. Kështu do ta vlerësojnë protestën. Qytetarët do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Dhe të rri në zyrë, ta provojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futu rri, në je burë. Ndërkohë që ju kërcënoni qeverinë me rrëzimin e saj me protesta, nga ana tjetër majoranca ditën e djeshme ka marrë një vendim për të ndryshuar rregullat e lojës tek Komisioni i Reformës Territoriale. Tashmë nuk do të ketë bashkëkryetar sipas majorancës, por do të jetë një rikompozim i komisionit. Një njëjta gjë do të ndodhë edhe me Komisionin e Reformës Zgjedhore sipas porosisë së kryeministrit. Ju do të shkoni, do të ktheheni në këto dy tryeza apo do të prisni derisa të ndryshojë rregullat e lojës? Ne kemi ndërprer bashkëpunimin me narkomajorancën, ne krijojmë komisionet e reformës territoriale me forcat opozitare dhe reformës zgjedhore me forcat opozitare. Me media, me të gjitha, dhe ne krijojmë, ne paraqesim para shqiptarëve reformën tonë territoriale. Do ta bëni reformën jashtë parlamentit? Urdhë? Do të bëni një reformë paralele jashtë parlamentit? Do bëjmë reformën e vërtet. Jo, janë deputet ata që do e bëjnë. Deputet tanë. Domethënë, zoti Bylykbashi dhe zoti Luciano Boçi do të jenë ata që do të kryesojnë komisionet nga ana e Partisë Demokratike, se do jetë bashkë me opozitën, por reformën territoriale dhe reformën zgjedhore. Komisionet që janë në parlament nuk do të shkoni më? Me Edi Ramën nuk ka asnjë bashkëpunim. Ka vetëm betejë.